Sot së bashku me ne në lidhje të drejtpërdrejtë nga Prishtina e kemi mikën tonë shumë të dashur, Dorina Daiun, e kemi si kuratore të ekspozitës dhe pikërisht sot së bashku me ne e kemi edhe drejtoreshën e Institutit të Historisë Ali Hadre Teuta Shala Peli. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që keni pranuar ftesën tonë. Për ne është shumë kënaqësi që sot të flasim së bashku për një ndër ekspozitat më emocionale, do të thoja kështu. Sigurisht. Mirëmëngjesi, unë fillimisht ju falenderoj për prezencën tuaj që jeni në emisionin ton dhe kështu që me besoj dhe shpresoj që edhe shikuesit tanë, qytetarët tanë, do t'jem pjesë e kësaj ekspozite, sepse edhe pse kemi një gardë në mes që në ndan, por ndjenjen e kemi të përbashkët gjithmonë. Do doja t'ju pyesja, si lindi ideja për një organizim të një ekspozite të tillë, pra rezistenca, të kujtojmë rezistencën në Kosovë, edhe pse pikërisht tani? Fillimisht faleminderit edhe një herë për ftesën dhe për mundësinë që po na e japni të shpalosim një pjesë nga ekspozita e cila do të hapet sot në orën 13:30 në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Me qenë se jemi në prag të shënimit të 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës, Instituti Historisë Ali Hadri në Prishtinë ka organizuar një sër aktivitetesh për të shënuar këtë datë me shumë rëndësi për historinë më të re të Kosovës. Në këtë kuadër është planifikuar që sot të hapet ekspozita, nesër dhe pas nesër me 4 dhe 5 qershor do të mbahet konferenca shkencore, e cila i kushtohet kontributit të herojve dhe dëshmorëve për lirinë e Kosovës, po ashtu me datën 12 qershor në Kuk do të mbahet një tryezë shkencore ku do t'i kushtohet zhvendosjes popullsisë civile me dhunë nga Kosova gjatë vitit 1999. Prandaj duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj date, dhe me thonë çlirimit Kosovës, ne si institucion kërkimor shkencor e pam të arsyeshme që këtë vit radhës e aktiviteteve ta vendosim edhe ekspozitën e cila ka të bëjë me rezistencën në Kosovë përmes shtypit të fshat gjatë vitit 1980-1999. Prandaj si ide, mendoj që lindi për të dhënë në fat dhe për të falendëruar gjithë ata cilët në kushte, themi në kushte shumë të rrezikshme kanë vepruar në atë kohë, jo vetëm për të nxjerrë ato gazeta, por edhe për t'i shpërndar të lexuesve përmes cilave shpërndar dhe një formë e rezistencës. Po ashtu është shfaq edhe një pak kënaqësi për pushtetin e atëhershëm. Ti quajmë si traktate të dikurshme. E vërtet. Po. Unë, Dorina, do doja pak të flasim edhe për bashkëpunimin, sepse tashmë kemi informacionet që jeni në bashkëpunim me Universitetin Shtetëror të Tetovës, pikërisht me Fakultetin Filozofik, është po ashtu në organizim edhe bashkëpunimi i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, aty ku edhe ndodheni sot, që nga ora 13:30 që do të fillon edhe ekspozita, pikërisht për rezistencën në Kosovë të viteve 1980 deri në vitin 1999, përmes shtypit të fshetë. Unë besoj që prej shumë ekspozitave që ke krijuar, Dorina, kjo ndoshta ka qenë të them kështu më emocionalja, pasi që është e freskët. Unë gjithmonë e quaj rezistencën e viteve të 90-ta në Kosovë është mjaft e freskët në memorien tonë dhe ndoshta ka qenë pak më e lehtë për të gjetur materiale. Mirë, po më thuaj si ka qenë i gjithë bashkëpunimi, pjesa e materialeve, të gjitha atyre dokumentacioneve, sa ka qenë e vështirë apo e lehtë në një anë apo një tjetër? Faleminderit e dashur. Në fakt, për mua kjo ekspozitë, ndryshe nga ekspozitat e tjera që kam organizuar, është pak me temë sensitive, më të ndjeshme, përveç faktin se siç e thatë ju, është akoma një ngjarje e freskët edhe për ato që e kanë vuajtur atë periudhë. Në fakt, duhet ta theksojmë që e gjithë ekspozita është e perceptuar nëpërmjet gazetës, shtypit të fshehtë asaj periudhe, e cila ka qenë e botuar në mënyrë të fshehtë, e shpërndarë në mënyrë të fshehtë dhe e lexuar në mënyrë të fshehtë. Do të thënë gjithçka ka qenë
e fshet dhe ajo që unë të themi këto dokumente, dhe kjo është arsye që këto dokumente janë më autentike. Shtypi i fshet në këtë periudhë duhet të them që nuk ishte thjesht një mjet informimi për publikun, por ishte një formë rezistente e cila sfidonte censurën dhe mundohej të ruante identitetin kombëtar. Ajo që unë dua të theksoj është që ky shtyp i fshet nuk gjendet i plot në arkivat e shtetit, qoftë në Shqipëri apo edhe në ato të Kosovës, është një shtyp i cili gjendet në duar e veprimtarëve të kohës, ata të cilët e kanë ruajtur të themi me fanatizëm të madh këtë shtyp. A janë, domethënë, edhe qytetarët inkuadruar në pjesën e dokumentacionit që keni kërkuar? Ato i kanë sjell. Domethënë, janë marrë edhe nga persona të themi kështu qytetar? Po, janë edhe nga veprimtarët kryesisht, dhe një pjesë e atyre personave të cilët dikur kanë shkruar në këtë shtyp të fshet, sot janë heronj. Përmendim këtu Adem Demaçin, Kadri Zekën, e shumë Jusuf Gërvallën, e shumë persona të tjerë. Zënja Teuta, unë dua pak të flasim sepse me siguri e keni përjetuar pikërisht këtë rezistencë që ne sot në fakt edhe gëzojmë lirinë tonë në fal rezistencës dhe të gjithë atyre që kanë sakrifikuar shumë, qoftë nga Gazeta Liria, qoftë edhe nga të gjitha format e rezistencës që janë bërë në vitet 80-90. A ka ndonjë moment që ndoshta nuk e keni pas informacion që ju ka prekur pak më shumë gjatë hulumtimit apo gjatë organizimit të kësaj ekspozite? Ka pas ndonjë moment pak kështu më emocionues që e keni përjetu? Po, fillimisht para se t'ju jap një përgjigje, më lejoni që për gjithë dëgjuesit e juaj ta jap një sqarim. Nesër dhe pas nesër konferenca e cila mbahet dhe përmenda më herët organizohet bashkë me Universitetin Shtetëror të Tetovës me departamentin, me fakultetin filozofik. Sa i përket pyetjes suaj, natyrisht se gjitha materialet kanë qenë veçantë dhe për ne nuk ka qenë shumë e lehtë edhe për zgjedhja e materialeve, sepse të gjitha kanë pas vlerë dhe rëndësi, po në këtë rast do të veçoja sidomos letrat e burgosëve, letrat që i kanë shkuar nga burgu, po ashtu dorëshkrimet e tyre, dorëshkrimet origjinale, ka disa dorëshkrime të cilat sot do të ekspozohen, po ashtu një vlerë dhe një rëndësi të veçantë mendoj që ne këtë ekspozitë kanë edhe poezit. Aty, nëpërmes atyre poezive, është pa gjithë ajo forma e rezistencës, gjithë ai entuziazmi i atyre të burgosur për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, dhe me thonë për idealin për cilin ata kanë punuar dhe kanë vepruar në kushte të jetës së rrezikshme. Dhe me thonë as pak lehta për kohën cilën kanë vepruar. Unë do doja t'ju parashtroj ndonjë pyetje me që keni shumë dokumentaciona, shumë materiale, po a ka ndonjë material, ndonjë eksponat që ju kur e keni parë që nuk njihet në opinion, që ju ka prekur personalisht? Po për shembull dorëshkrimi Adem Demaçit, është një dorëshkrim, është një bukur shkrim, është shumë mendoj që do të pritet shumë mirë sot nga gjithë ata vizitorë që do të jenë prezant në ekspozitë. Çfarë përmban aty? Mund na thoni me 2-3 fjalë, sepse po na bëni kurreshtar. Po e laj momentit kur hapet ekspozita, edhe do të shkojmë ditro. Që besoj edhe ju mos ta humbin kurreshën edhe interesin, besoj që edhe ky informacion do të nxit kurreshjen e shumë që të vizitojnë. Besoj që janë duke na dëgjuar për të ardhur bëhen pjesa e kësaj ekspozite. Do të na nderojnë. Zonja Teuta, pas emisionit do ma thuash vetëm mua, pas emisionit. Po ne gjithsesi pas emisionit po. Gjithsesi do të mundohemi që të vim ta vizitojmë, por besoj edhe shikuesit tanë, qytetarët të Republikës Maqedonisë së Veriut, të kthehen në qielli që Zoti na e ruaj dhe na e shtof me të mira, e themi shpesh, besoj që do vim nga dita e nesërme, të vim të vizitojmë edhe ekspozitën, për të parë gjëra të cilat nuk i kemi parë asnjëherë.
Faleminderit, mirëpresim. Mirëpresim. Unë do doja pak a shumë të ndërlidhesha se si gjithmonë gjeneratat e reja është mirë që të jenë më të kyçur sidomos në ekspozitat të tilla, në pjesë të historisë, të cilat duhet rikthyer kohë pas kohe me ekspozita, me informacione, me digitalizimin e arkivave të shumta, për shembull për të gjetur edhe pikërisht gazetat e fshehura apo gazetën Liria të jetë domethënë më e afërt për të rit. Si ka qenë interesimi tash normalisht do të fillon që nga sot, mirë po a ka pas ndonjë interesim pak më shumë nga të rinjët, si qëndron në fakt interesimi përgjithësi i të rinjëve kur flasim për dokumentacionet e vjetra, pikërisht për këta personazhe që pi përmendim. Sa janë ata të njohur që ekzistojnë këto dokumente në arkivat e Kosovës, por edhe në Shqipëri? Në fakt, ne këtë interesim presim ta shohim sot nga të rinjtë të cilët do të jenë pjesë edhe e vizitës në hapjen e ekspozitës. Unë e them pothuajse në çdo ekspozitë që organizoj që të rinjtë kanë informacione, por jo të mjaftueshme. Madje jo vetëm për të rinj, por edhe për një pjesë të studiuesve të cilët nuk merren me atë pjesë të historisë. Në fakt janë ekspozitat një formë për ta prezantuar dhe për të bërë një bashkëpunimi, komunikimi ndërmjet asaj se çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe mënyrën se si ata e perceptojnë emocionalisht. Këto forma interaktive duhet të themi që janë mënyra më e mirë e mundshme për të afruar këtë histori me brezat e rinj. Pikërisht kur flasim për brezat e ri, të rikthehemi pak a shumë edhe tek rezistenca që brezat të asaj kohe kanë bërë një rezistencë intelektuale, do ta quaja unë, sepse atëherë domethënë kanë ndodhur protesta, lëvizje të shumta, pikërisht edhe këto gazeta që i kemi informacionet e fshehura të asaj kohe që ne sot i gëzojmë, por unë dua të di se si ka qenë ajo rezistenca intelektuale por edhe kulturore në vitet 80-90, kur edhe ju në fakt kur dokumentat autentike përfshihen në këtë periudhë. Periudhë shumë e vështirë. Shumë e vështirë, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Shqipërinë. Përgjithëndaj. Pikërisht kjo ekspozitë na rikujton se rezistenca nuk zhvilloi vetëm në rrugë, demonstrata, por ajo zhvilloi edhe përmes fjalës së shkruar, përmes gazetës së shtypur fshehtë dhe përmes breveve të cilat në atë kohë nuk mund të ndaleshin. Pra pikërisht kjo është edhe qëllimi, synimi edhe mesazhi i kësaj ekspozite. Unë do doja vetëm të ndërlidhesha se pak më parë, para një muaj në mos gabojmë, këtu në Teatrin Shqiptar u bën një shfaqje në Shkup për jetën e Ukshin Hotit. Dhe aty zbuluam një detaj që letrat që ka korresponduar Ukshin Hoti me Ismail Kadarena apo me familjarët janë të servuara, janë të fshehura, kanë qenë të fshehura, derisa e kanë zbuluar nëpërmjet pites, kur i është dërguar pite dhe aty kanë qëndruar edhe letrat. Domethënë është gjetur lloj-lloj forme që të komunikonin me njerëzit të asaj kohe. Ka qenë shumë të vështira. Me siguri që keni edhe ju shumë informacione të korrespondencave, të ngjarjeve të shumta që janë bërë. A keni diçka më interesante që mund ta ndajmë sot të paktën? Insiston dritroj. Po insistoj diçka. Përveç se kësaj të doshkrimit të Adem Demaçit, përveç se asaj, diçka tjetër, ndonjë mënyrë që nuk e dim që mund ta themi. Për fal edhe shikuesve që i kemi nga diaspora, që ndoshta e kanë edhe pak a shumë të pamundur. Kemi domethënë shumë një numër të madh të shikuesve nga diaspora. Po, pikërisht letrat për shembull nga burgu që thot ekspozohen, ato për shembull nuk janë dedikuar në emër të veçantë. Ju kanë dërguar shokëve të idealit edhe një pjesë ato të cilat ne sot i ekspozojmë nuk i mbajnë domethënë emrat e atyre që i kanë shkruar, po janë në pseudonime. Domethënë pse ka qenë gazetë fshat, edhe pse është shpërndar fshat, është lexuar fshat, gjithmonë ka ekzistuar rreziku se mund zbulohet ajo gazetë, edhe përmes saj mund zbulohen edhe ata persona të cilët e kanë shkruar, përmendaj ata persona të cilët ju dedikohen ato letra, se natyrisht ata që i kanë shkruar kanë qenë të burgosur, atë kohë tash ishte burgosur, fatkeqësisht një pjesë tyre më nuk e kemi në mesin tonë. Domethënë në atë kohë edhe pse kanë qenë të burgosur, ata kanë pasur shumë kujdes
për shokët që kanë qenë jashtë, domethënë duke vazhduar veprimtarinë e tyre, natyrisht që kanë pas shumë kujdes edhe në letrat të cilat I kanë adresuar. Domethënë një kohë shumë e errët. Duke më dhënë informacione dhe duke I mbajtur në fshat edhe kujt po I adreson ato letra, po gjithmonë duke e dërguar mesazhin përmes atyre letra, mesazhin e qartë, mënyrë që me vazhdu rrugën edhe me vazhdu gjithë ato të cilat I kanë nisë, domethënë ata shokët idealit se cilët kanë vetë me vazhdu atë formë të rezistencës cilën ata e kanë gjetur. Zonja Teuta, unë kam një pyetje për ju. Do doja të pyesja sa e njohim ne sot rinia në përgjithësi, apo edhe të gjithë flasim, rezistencën e cila ka sjell lirinë që sot po gëzojmë. Në përgjithësi, jo vetëm për dokumentacionet e fshehura. Po pikërisht edhe ekspozita sot, edhe konferenca nesër me përfshin periudhën, domethënë e përfshin rezistencën 1910-1999, domethënë janë vite të cilat janë mbushur me histori të cilat natyrisht kanë qenë shumë dhëmshme për kohën, por histori të cilat kanë përfunduar me çlirimin e Kosovës. Natyrisht se si institucion kërkimor shkencor, ne në planin e punës 3 vitet e fundit në qershor po organizojmë konferenca të cilat përfshin periudhën kohore 80-99, ka pas konferencë që kemi shku deri në vitin 2008 tek pavarësia e Kosovës, në mënyrë që me mbulu çdo domethënë çdo lëvizje, çdo ngjarje dhe çdo personalitet I cili ka dhënë kontribut në çlirimin dhe në shpërndërtimin e Kosovës. Natyrisht se është punu, edhe si institut ne kemi punu, po dhe institucione tjera kanë punu mirë, po nuk është punu mjaftueshëm, nuk është thënë gjithë ajo që ka duhet ta themi. Akoma duhet sidomos pjesa lufta e fundit në Kosovë, unë mendoj që duhet t'ju japë më shumë hapësirë heronjeve, dëshmorëve, pikërisht nesër konferenca 2 ditore, e cila do t'i filloj punimet nesër, do t'i jep një hapësirë se në fokus janë herojtë dhe dëshmorët e Kosovës. Jemi mundu që përveç ngjarjeve të rëndësishme të asaj kohë të fokusohemi tek herojtë dhe domethënë tek personalitetet cilët kanë kontribuar në çlirimin e Kosovës. Jo vetëm nga Kosova, por nga gjitha hapësirat shqiptare. Domethënë përfshihet kontributi I herojve dhe I dëshmorëve nga të gjitha hapësirat shqiptare, të cilët kanë vepruar dhe kanë kontribuar për çlirimin e Kosovës. Kështu që unë mendoj organizimi I këtyre aktiviteteve dhe botimi I akteve nga këto konferenca do të jetë një ndihmë shumë e madhe, jo vetëm për studiues, por për student, edhe për një qytetar të zakonshëm që merr edhe më shumë njohuri për këto ngjarje. Mendoj që periudha 80-99 është një periudhë mund të themi më e lavdishme e historisë tonë më të re të Kosovës. Në njëjtën kohë është periudhë shumë e dhëmshme, mirë po në fund të shkërrëzuar me çlirimin e Kosovës, që ka qenë synim dhe ideal I secilit që është marrë me këtë çështje. Kështu që unë mendoj, jam I mendimit që të gjithë që kujtesën historike duhet ta bëjmë detyrim në jetë dhe jo zgjedhje. E vërtet. Njëkohësisht kur përmendim edhe domethënë edhe institutet e shumta që mundohen që gjithmonë të mbledhen të gjitha ato materiale që sapo I përmendëm, që të jenë më të qasshme për të gjithë qytetarët, për të gjithë edhe turistët, pse jo, të vinë të njohtohen nga afër me luftën më të freskët në Kosovë. Unë do doja të flasim pak a shumë edhe për komplekset, e cila gjithë ky organizim do të përfundojnë me 6 qershor me vizita që do të bëhen në komplekset memoriale të heronjve dhe të dëshmorëve tanë, mirë po që do të mbahet në disa vende. Do të na tregoni pak më shumë se nisja bëhet nga ora 8:30 siç po e shohim edhe në fotot këtu që I kemi të plasuara në ekranet tona, po që çfarë organizimi, cilat komplekse do të vizitohen më saktësisht dhe a ka interesim ende apo do ta shohim ditët në vazhdim? Po ndoshta bëhet pak më herët organizimi, ta dim ne. Po, ashtu si keni pa edhe në agjendën e aktiviteteve të qershorit, këtë vit në datën 6 qershor, instituti do të organizon një
vizitë në komplekset memoriale, në vizitë mund të marrin pjesë përveç studiusët, cilët janë pjesë e konferencës ditore dhe studius e historisë, po dhe shumë të interesuar sepse ftesa dhe thirrja ka qenë publike. Instituti i Historisë në mënyrë të organizuar ka bërë vizitë në Prekaz, po ashtu kemi bërë vizitë edhe në Koshare, ndërsa këtë vit vizita jonë do të fillon në Glogjan. Dhe do të shkojmë në mënyrë të organizuar, në mënyrë institucionale si Institut i Historisë, dhe synimi jonë është që ta vazhdojmë traditën e konferencës qershorit dhe çdo qershor të shkojmë që natyrisht brenda ditës është e pamundur që t'i vizitojmë gjitha komplekset memoriale, po secilin aktivitet ne do t'i përgjigjem 2 ose 3 varësisht prej kohës dhe mënyrë që për një periudhë shkurt kohore instituti shkojë në mënyrë të organizuar dhe t'i vizitoj gjitha ato komplekse që ndodhen brenda Kosovës. Unë shpresoj që kjo ekspozitë luftën e fundit në Kosovë. Unë shpresoj që kjo ekspozitë dhe kjo organizim i tërë që po bëhet nga ana juaj si institut, mirë po edhe me kuratorën tonë shumë të dashur me Dorinën, të shpresoj që të jetoj shumë gjatë, sepse ka shumë gjëra dhe shumë dek të pa njohura, ndoshta edhe për të rinj, të cilët nuk e kanë përjetuar luftën, mirë po që duhet, siç e tha dhe drejtori, e kanë detyrim dhe nuk është zgjedhje për ta njohur historinë, për të njohur të gjitha ata herojnë tanë, edhe për të ditur se çfarë kalvaresh kanë kaluar gjenerata e viteve 80-90. Si thot populli, nëse harrojmë të kaluarën, nuk dim të shohim përpara. Shumë e vërtet. Unë do doja që për momentet e fundit të bisedës tonë këtu, fatkeqësisht që vjen edhe fundi, unë do doja shumë që të na përcjellni një mesazh, mos të jetë një pyetje kështu klishe, mirë, por një mesazh i cili me të vërtetë është më së i nevojshëm, qoftë për ata që duan ta vizitojnë ekspozitën, mirë po qoftë edhe nga ata të cilët e përkujtojnë me shumë mall, me shumë dhimbje të kaluarën, sepse siç e potencuam kemi lënë shumë familjar të cilët e kanë fluar jetën për lirinë që ne sot e gëzojmë. Qoftë edhe për ata të cilët mund të kenë artefakte, dëshmi interesante, Edhe të cilët ajo. si kanë dorëzuar. Që bëjmë një thirrje. Absolutisht, po. Në fakt, një mesazh unë kërkoj të përçoj nëpërmjet kësaj ekspozite është se liria, identiteti dhe të drejtat nuk janë të mirëqenia, por ato vijnë si rezultat i sakrificave të fituara të themi me gjak. Njohja e historisë në mënyrë sa më të detajuar është mënyra më e mirë për t'i vlerësuar këto ideale. A bukur shumë. Nëse më lejoni e dhone do të jap për fund një lloj falënderimi për kjo ekspozitë, domethënë shkon një falënderim për dhe vlerësim, po ashtu edhe mirënjohje për gjithë ata veprimtar, intelektual, student, të cilët kanë kontribuar në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe në rrugtimin e tyre drejt lirisë. Falenderoj edhe gjithë ata që me shumë fanatizëm i kanë rujt këto gazeta cilat ne sot do t'i ekspozojmë para një publiku të gjerë. Po ashtu ju falenderoj edhe ju për hapësirën që na dhat në emisionin tuaj dhe një falënderim shumë veçantë kam për miken e institutit, miken time, Dorina Gaeu, e cila me shumë pasion na ka ndihmuar që kjo ekspozitë të dalë sa më mirë. Faleminderit edhe një Dorina. Unë ju faleminderit. Ishte kënaqësi Ju e falenderoj veçantë që ju shumë, po patëm. mbi të gjitha unë do doja shumë të t'ju them edhe t'ju përgëzoj për gjithë organizimin, mirë po edhe për përkushtimin, sepse ju jeni edhe rezistenca që po e vazhdon e të gjithë se them grumbullimin e të gjitha këtyre materialeve që shpresoj që të shekollohen bashkë me to, mirë po që historia normalisht asnjëherë mos të përsëritet, mirë po që duhet gjithmonë ta kemi, sepse çdo zemër e shqiptarit është e thyer që nga vitet 80-90 nga lufta e fundit, prandaj që duhet ta përkujtojmë dhimbjen. Unë do thoya që liria nuk është trashëguar rastësisht, sepse ajo është fituar me sakrificë, me guxim, me qëndresë, me gjak. Prandaj, duke e ruajtur gjithmonë kujtesën historike, ne e ruajmë edhe identitetin tonë. Pikërisht. Unë i falenderoj përzemërsisht Faleminderit shumë. që ekspozitën ta vizitojmë sa më shpejt. Punë të mbarë dhe shpresoj që të ketë sa më shumë publik.
Faleminderit. Miru pafshim.